Po me që është dhe kjo kohë revolucionin, ndoshta tani... O, Ylli, janë 3 milion euro. Ndoshta kërkohet në një kokë. Ylli, ka i tjetërin burë për jarë peshku. Tu janë 3 milion euro. Nuk është hetimi ko revolucionesh. Tani po flasim për të parën dosje, po flasim për të parën dosje që provohet zyrtarisht që paratë e drogës janë investuar në ndërtim. Pse duhet kalojmë të revolucioni? Së është një jetim që s'ka lidhje fare me revolucionin për mua. Që se kam lexuar dosjen e vërshim në detaj, për shembull vëre gjëra që për shembull ky ato intriga biznesmenve ato janë perla të fare. Kjo me këtë Manen për shembull, me Zamir Manen, është duket si ishte njëstruar në këtë rast, Lada, edhe si Jo, s'më rezulton ashtu, pse ishte njëstruar? Aty janë domethënë tani me që turma kërkon revolucion dhe gjak, hajde të marim njëri ta godasim ta futim. Kjo historia që çdo gjë që bëhet në këtë vend ne duhet ta relativizojmë. Themi që ka një hetim se po bie ndesh me revolucionin e kudiun. Jo, aty Mane. Po pyetje nuk kam drejt ta bëj. Pyetje të gabuar nuk ka. Po më fal, unë po e sqaroj për opinionin publik dhe patjetër ke drejtën si gazetar të bësh pyetje dhe unë po të përgjigjem. Atëherë, janë dy të dyshuar si krerë grupi. Adela si Adela si një bisedim vet. Po dakor pra. Ata sqaroj pra. Dakor, hajde. Nëse më lë ta sqaroj. Tani, Alfredo Hamzai ju thash që dyshohet kreu njërit prej grupimeve kriminale. I lidhur me Shtufin, të lutem, jo, ky është njeriu i Artur Shehut, sipas dosjes. Artur Shehut, po. Që bën trafik droge nga Amerika e Jugut në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe janë një sër vendesh aty që ka trafikuar tonelata. Grupimi i dytë është Artur Koçeku. Dhe Artur Koçeku flet me Alfredo Hamzain dhe thot, unë kam dërguar, thot, kanë prona ata, se i kanë marrë përmes, kanë blerë zotri, kanë investuar paratë e kokainës duke blerë prona në jug të vendit. Thot, ne kemi atë tokën tonë, po që të investojmë aty duhet kemi dakordsinë e Zamirit, sepse normalisht nuk mund të ndërtosh në një zonë ku ka ndërtuar Green Coast, është një kompani e madhe që ka ndërtuar disa vila. Atëherë ata pretendojnë që do të dërgojnë Ilir Shtufin për të biseduar me Zamir Manen dhe ofrojnë deri në 3 milion euro që të merret leja. Tani, a janë ndërtuar, tani duhet sqaroj një gjë, sepse unë nga natyra jam shumë korrekte, sidomos në rastin e biznesmenve që të dalë te çdo dyshim i arsyeshëm. Zoti Manen të dalësh te revolucionit të mund. Te revolucionit, pra, prandaj po them. Zoti Manen nuk del në komunikimet të drejt për drejta me ta, deri në këtë pjesë të dosjes. Ama ne nuk dim, janë ndërtuar këto vila? Nëse po sa kanë kushtuar, si kanë hyrë paratë për ndërtimin e këtyre vilave. Së vetë manja që komunikon. Janë që flasin për të. Tani, po të lutem pra tani unë po e sqaroj, çati themi na fal zoti Manet se të përmendi. Jo, nuk po them. Tani ai është një biznesmen i barabartë si gjithë tjerët që ka një përmendje në dosjen hetimore, nuk e them unë këtë gjë, thot dosja hetimore. Dhe prezumohet i pafajshëm si çdo njeri tjetër në këtë vend derisa hetimi të provojë të kundërtën. Ama tani prokuroria duhet na sqaroj, këto vilat janë ndërtuar, këto 30 vilat? Po ky hoteli që pretendohet është ndërtuar, nëse po, kush ka aplikuar për leje, në çfarë kohë është marrë leja, a përkon kjo leje të jetë në të njëjtën kohë që bisedohet në aplikacionin e koduar mes dy të dyshuarve për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike, këto janë çështje që janë për diskutim, pa rënduar pozitën askujt. Ama kjo dosje na ka dëshmuar që po, realisht kemi një bashkëpunim të fortë mes trafikantëve të drogës me biznesin shqiptar. Kjo është dhe këtë duhet ta themi me forcë. Është folur shumë, po kjo e tregon qartazi dhe haptazi. Do të ndaluan tani. Ne po flasim për një vendim gjykate për disa masa sigurie dhe për 3 vendime për sekuestrime. Pra, në një pikpamje, kjo është piknisja e një hetimi, sepse Spaku para një muaj ka regjistruar emrat e këtyre si personazhe të dosjes. Po, në maj, në 11 maj. Ky hetim mund zgjasë 2 vite dhe mbas 2 vitesh ne do arrim të kuptojmë se si është e vërteta gjithë kësaj historie. Por nga materialet që kemi në dorë dhe që kemi arritur t'i lexojmë, kuptojmë atë që kemi thënë dhe thuhet vazhdimisht në studio televizive nga politikanët, nga njerëzit që parat e bëra me drogë, me kokainë në Evropë vinë në Shqipëri dhe investojnë në ndërtim për të pastruar dhe për të rikthyer sërish në përvendet europiane ku ish trafikantët apo trafikantët e drogës ti kem para të pastra. Dhe kjo ka ndodhur dhe Spaku rreston disa raste kur parat e dhëna kesh investojnë në industrinë e ndërtimit në kulla dhe 3 pallate të Tiranës. Kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër e rëndësishme është atë që vuan çdo shqiptar për 35 vitesh, çështja e pronës. Pra personazhe
të ndryshëm, të fuqishëm, dhe në rastin konkret Artur Sheu, kanë arritur të mundin që të falsifikojnë dokumenta, të përfitojnë prona, dhe me këto prona të shesin me çmime të larta dhe të bëhen personazhe të njohur publik si në rastin e Zvërnecit. Sepse po të lexosh gjithë akuzën e ngritur nga Spaku për rastin e Zvërnecit, arrin të kuptosh mënyrën se si është falsifikuar prona, se si kjo pronë e falsifikuar nëpërmjet AKP-s, KPP-s, sepse ato kanë ndryshuar disa emrat, ka shkuar në gjykatë. Gjykata e ka provuar që është falsifikim. Ka shkuar në një shkallë më të lartë të gjykatës, ajo e ka rrëzuar falsifikimin dhe i ka dhënë pronën Artur Sheut. Mbasi ja ka dhënë gjykata apelit, ka arritur të kryejë transaksionin, ndërkohë gjykata e lartë i ka thënë gjykatës apelit që mënyra se si ti e ke ndërtuar arsyetimin është komplet i gabuar dhe kjo pronë nuk i takon Artur Sheut. Dhe nëse do të kuptoni 2-3 elementë të rëndësishëm për ata që zvariten viteve nëpër gjykatë, që një përkthim nga osmanishtja i falsifikuar komplet nuk ekzistonte. Kishin marrë, siç kanë marrë një vendim gjykate, i kanë marrë kokën gjykata e Shqipërisë dhe poshtë gjyqtari dhe kanë vendosur një tekst të shkruar prej tyre për kalimin e pronave, kanë marrë vendimin e një letër nga osmanishtja, pra një të shkruar vite përpara 30-37 dhe kanë ndryshuar komplet tekstin. Dhe në tekstin e ndryshuar, kur japim kufin të pronës dhe thonë Laguna e Nartës, e çojmë pronën deri në det, kufi me detin, në një pjesë thonë kufi me hidrovorin, dhe kur i shkuan institutit të Gjoshkenës dhe thonë, ore ç'është, kur është bërë ky hidrovori, i shkruan në osmanisht si kufi prone, hidrovori ishte ndërtuar në vitin 64 në Shqipëri. Pra falsifikime të tilla, por mbas gjithë këtyre dosjeve në gjykatë nga KPP, Artur Sheu ka arritur ta marrë pronën dhe të shkojë deri te momenti i shitjes për 2 investitorët nga Katari. Ktu ka ngecur, por mund të ishte shitur prona, mund të ishte kryer transaksioni dhe do ishte komplet histori tjetër me atë që po ndodh me Zvërnecin. Në fakt aty nuk është vetëm çështja e parave, është futur në kurth edhe familja e presidentit amerikan. Se kjo mendoj e bën edhe më të rëndë historinë. Pastaj mund ta zgjeros si argument, por çështja e Zvërnecit kishte të bënte me transaksionin e pronës. Publikisht dhe kanë reklamuar ata, po e kam reklamuar unë. Jo, a është kurth apo jo? Që janë ata. A kanë dalë kanë reklamuar. Dhe prandaj po bëhet edhe ky revolucion. Ka në Shqipëri po ndodh prej kësaj. Ajo pronë është hetuar prej 20 vitesh, pra hetohet, shkon gjykat, shkon prokurori, prokuria jep dënime, dënohet drejtori i hipotekës Vlorës, dënohet juristi i hipotekës Vlorës, dënohet përkthyesja e arkivit shtetit. Pra ka dënime, dënohet avokati që ishte në sekser e Artur Sheut, dënohen këta dhe pavarësisht se dënohen për falsifikime, bëhen publike dënimet për falsifikime. Pra këtë që thash pak më herët. Dhe në fund prap vendimi, një gjyqtari i apelit merr një vendim që t'ia rikthej pronën Artur Sheut dhe me këtë vendim ai fillon të bën transaksionin për ta shitur pronën. Ndërkohë që gjykata e lartë e rrëzon këtë vendim të apelit, por ka ndodhur se është vendimi formës për apeli, ka ndodhur transaksioni. Kjo është... Se po janë këta 3 që nga një keq e vogël. Shiko, më lejo të them që media për 15 vite me radhë i kërkon organeve të drejtësisë në këtë vend. Dhe të gjithë, jo vetëm media, po kushdo, kërkon vetëm një gjë. Të ndalohet paraja e pisët. Të ndalohet futja e tyre në biznesin e ndërtimit. Do me thëmë po ndalohet paraja e pisët. Dhe e kuptoj unë atë. Por, tani, jo, atë nuk e di unë se çfarë dëmi bën ekonomik, të se kuptoj. Por që, jo, ditë them vetëm që shqyqyr që këta që shesin drogë, kanë vese, kanë kumarin, kanë prostitucionin. Se i prishin doli. Se në të kundër do na merrin frymën, do punonim ke televizionet e tyre. Shqyqyr që kanë vese dhe shqyqyr që nuk bëhen do të lishëm. Se qa kërkojnë? Se ka një aty, do hapim televizion, jemi të paprekshëm, i thotaj. Për te veprime hetimore që ka bërë gjithë këtë periudhë Spaku, duhet të thëmë prapë që baza e kësaj dosje janë përgjimet e SKJ-s dhe veprimet e prokurorive tuaja. Pra nuk është një punë, themi, direkte e Spaku, të nishur nga vetë Spaku, për të hetuar këtë fenomen që po ndodh në Shqipëri. Por materiali ka ardhur nga jashtë, ata kanë bërë pjesën e tyre të hetimit, por bazën e kanë pasur nga përgjimet. Po mos kishin përgjimet, dhe dosjet belge, aty s'ka për asnjë gram.
Ne s'kemi kapacitet, ka kapa ta. Artur Sheu, që flitet në pjesën më të madhe të botës për trafikantë droge, nuk akuzohet për trafik droge sepse s'kan të provuar që ka bërë veprimin. Për këtë arsye po them, s'ka e baza e hetimit. Nuk është veprim i nisur nga SPAK-u në Shqipëri, duke parë se fenomeni i ndërtimit është një fenomen i çuditshëm dhe është i anetemuar nga të gjithë personazhet. Se është asnjë hetim kryesisht i filluar kryesisht. Fenomen i cili bën përshtypje dhe nuk është se ka nisur SPAK-u një hetim të mirëfillt brenda Shqipërisë. Ka pasur një bazë të dhënë nga jashtë, ka pasur përgjigje të sjellura nga jashtë dhe në bazë tyre ka vijuar hetimin dhe ka gjetur prova për të akuzuar këta persona.